Kryetaria e Gjykatës Speciale, kryeprokuroria e Prokurorisë së Hagës, po ashtu edhe avokati i popullit që është në kuadër të dhomave të specializuara të Kosovës këtu në Hagë, nuk kanë qenë të gatshëm të japin konferenca apo intervista për gazetarë nga Kosova që kanë ardhur për ta përcjellur rastin e krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Gjykatën Speciale të Hagës. Në 2 vjetorin e nisjes së procesit gjyqësor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, kryetaria e Gjykatës Speciale ka thënë se nuk ndodhet në Hagë. Njëjtë kishte ndodhur edhe para më shumë se 1 viti e gjysmë, kur ajo nuk ishte qenë e gatshme që të përgjigjet me arsyetimin e njëjtë se nuk ishte në Hagë. Kryeprokuroria e Prokurorisë së Hagës, Kimberly West, ka thënë se ka informacione të cilat nuk mund t'jap në publik dhe nuk do t'jap asnjë konferencë, asnjë intervistë për media për gazetarët në Kosovë. Po ashtu edhe avokati i popullit që është në kuadër të Gjykatës Speciale ka thënë se nuk ndodhet në Hagë dhe si rezultat ka thënë që pyetjet mund t'i dërgojnë vetëm me shtrim. Pra, 3 bartësit kryesor të institucioneve në kuadër të dhomave të specializuara të Kosovës këtu në Hagë nuk kanë qenë të gatshëm të flasin për media dhe gazetarë që kanë ardhur nga Kosova me rastin e 2 vjetorit të nisjes së gjykimit ndaj krerëve të UÇK-s, por dhe me rastin e përfundimit të dëshmitarëve të Prokurorisë së Hagës. Të vetmit që do të flasin për gazetarë dhe media të Kosovës janë zëdhënësit e dhomave të specializuara, të cilët pritet të japin qëndrimet e tyre lidhur me procesin gjyqësor dhe kohën potencialisht kur ky proces mund të përfundojë. Nga Haga do të vazhdojmë të sjellim intervista e prononcime edhe prej avokatëve të krerëve të UÇK-s, por edhe juristëve dhe njerëzve të çështjeve juridike këtu në Hagë.